të njohurat e mia më përpara dhe unë i mora vesh gjitha muhabetet e tyre. Oh my God, ky ka qenë. Kjo është Jo ke psikologu. Jo ke psikologu, se ke psikologu nuk arrita ta bëj atakimin. Po mirë. Do shkosh, më thanë, tek ai psikolog dhe kur jam takuar me një psikolog, jam takuar në një format televiziv në programin tim që bëja më përpara. Po mirë, nëse ato ti kanë konfiduar vetë gjërat e tyre. Ja, një sekond ta shpjegoj. Vetë psikologja më ka thënë, Gerta, ke unë vjen filania, do me thënë, ajo po i bënte një reklamim vetes që shiko tek unë, po vin njerëz të famshëm, kështu që ideja është që ti mund të vish. Por, problemet neve i kemi mësuar faktikisht. Unë mësova se cilat ishin problemet e tyre. Problemet e tyre. Ajo është baza e problemet e tyre. Dhe unë me njerë jam tërhequr. Nuk arrita të shkoj të psikologu. Sharlatan. Nuk arrita. Psikolog nuk ka të drejtë të ndaj asnjë gjë. Ajo është baza e në biznes. Vetmja gjë që mundet një psikolog të ndaj është me familjen tënde nëse ti ke mendimet vetvrasjes. Unë konkretisht psikologun e pyeta, do me thëmë psikologun një në raport, i thash, po, Që halli ka filania dhe ta tha? Ma tha, po. Dhe pikërisht e provokova. Dhe pikërisht e provokova me idenë që ta kuptoj që ky person a i mban hallet e mia dhe problemet e mia brenda, apo jo? Rodina, në momentin që i nxjerr në treg dhe i thot, do të thot që është realitet i vogël. Psikologu nuk vlen. Është realitet. Në Shqipëri është realitet i vogël. Është realitet. Okej. Ja, dhe Hedi më mbështet për këtë pikë. Në sensin që për shembull tash me që po flasim edhe po mendoj, imagjino të shkoj unë. O zot, shkoj unë dhe Nëse ti gjem psikolog të mirë, nuk... Zemra, nesër jam në portale. Jo, Hedi, më beso. Do e lexosh, do i gresh kështu, pas ka shku Hedi dhe psikologu. Absolutisht, ka shumë profesionist, nuk po them këtë, absolutisht nuk se do doja të. Larg sharlatanëve, mirë do bëhet ja thoje emrin, se që nga zetoje ta demaskoje, jo këtu. Si impuls i parë, kështu i shpejtë, do të thënë duke konsideruar situatën, duke konsideruar çka ka ndodhur, duke konsideruar unë gjithë gjërat këtu, unë do ikja në Itali të psikologu. Mund të Jam shumë e sinqert. Do merra një që nuk kështu i humbur në një, nuk e di, në verime, në i vend, në i fshat, I don't know. Mendoj se fshatrat e jugut janë më të humbur. Na i kështu, edhe që se din fare, asnjë gjë se kush jam edhe aty. Okej, ne do të shkojmë në insert se bisedat tona nuk mbarojnë. Aty në marrë mund të gjithë në studio pastaj. Se ndodhi sta pa zëra na bën punë neve. Rreth 50% e videove më të ndjekura në TikTok që flasin për shëndetin mendor përmbajnë informacion të pasakt, madje në disa raste edhe të rrezikshëm. Në këtë përfundim arrin një studim i publikuar së fundmi në The Guardian, që nënvizon se platformat sociale, të cilat për gjeneratën Z janë kthyer në burimin kryesor të informacionit, po kthehen në një labirint presioni dhe konfuzioni. Sipas statistikave, një Gen Z në Shqipëri qëndron nga 6 deri në 9 orë çdo ditë në media sociale. Një përdorues normal në TikTok brenda një ore shikon 200 video. Imagjinoni në 6 ose 8 orë që ai qëndron, I thon 1600 video herë 30, I thon gati mbi 50000 video që ai sheh në muaj. Shifra është drastikisht shumë e madhe. Ne flasim për adoleshentët që krijojnë varësi me teknologjinë, po sipas një studimi tjetër që ishte bërë, fasha e dytë që përdoret më shumë TikTokun, sot ishte përdoruesit nga mosha 50 deri në 65 vjeç. Siç ishte në vitet 2000 kur çdo gjë që shikonin në televizor e besonin, tani çdo gjë që shohin në internet e besojnë, sidomos kjo lloj moshe dhe në një farë mënyrë I krijojnë edhe kjo krijon ankth më të mëdha sidomos me këto teoritë e konspiracionit, këto gjëra të fundit të botës, luftrave etj. me radhë. Edhe në Shqipëri, ky fenomen po bëhet gjithnjë e më I pranishëm. Rrjetet sociale po marrin role që nuk u takojnë, ato të psikiatrit apo edhe rolin e psikologëve. Dhe sipas këtyre të fundit, rreziku është vërtet I madh. Pjesa vetë diagnostikimit është një nga elementet që në fakt
gjenerohet nga ndjesitë e ankthit. Ankthi në vetvete krijon një rrjedh vicioz i cili ka nevojë të ushqejë veten. Dhe një nga mënyrat që njerëzit zgjedhin si një nga metodat përmes të cilave pretendojnë që ndihmojnë veten është pikërisht zhytja në rrjetet sociale, leximi pafund i informacioneve, i rasteve që ata mendojnë që ndoshta e kanë kaluar ankthin apo panikun njëjtë si unë, dhe duke kërkuar të simptomat vazhdimisht pafund, mendojnë që po qetësojnë veten. Në fakt nuk e qetësojnë, çfarë jam duke bërë në fakt vetëm po e ushqej. Po ushqej frikën time të parë dhe në fakt nuk po shkoj asgjë kundi tjetër. Kështu që unë do të bëja një apel të gjithë të rinjve, po edhe kushdo që e gjen veten në rrethana ankthi apo paniku. Nuk është zgjidhja leximi pafund në mënyrë obsesive përmes rrjeteve sociale, përmes digitalizimit. Zgjidhja më e mirë në fakt është që ne të drejtohemi një specialisti që shëndetit mendor. Në një botë ku gjithçka filtrohet dhe shfaqet në 15 sekonda, a e din më të rinjt se çfarë është ndihma e vërtet dhe ku duhet ta kërkojnë atë?